Mëngjesi në shtëpinë e Dr. Henry Duval, kardiologu të famshëm, ishte plot dritë dhe harmoni. E vetmja gjë që i duhej këtij çifti të lumtur ishte një dado, nën kujdestare për djalin e tyre 8 muajsh, Lois. Askush nuk mundi ta imagjinonte se konkursi i organizuar nga Henry do të hapte derën jo thjesht për një punonjëse të re, por për një sekret familjar të varrosur thellë. Ajo që u zbulua në ditët e intervistës i la të gjithë pa fjalë, duke provuar se gjysmët e një zemre të thyrë mund të gjejnë rrugën drejt njëra tjetrës edhe pse pas dekadash. Ishte një mëngjes plot dritë të shpresë në shtëpinë e bukur të Dr. Henry Duval, kardiologu të famshëm, i cili jetonte me gruan e tij Clara dhe djalin e tyre 8 muajsh Lois. Shtëpia e Duval, e vendosur në periferi të Parisit, ishte e mbushur me dashuri, rehati dhe harmoni. Lumturia po rritej aty dhe dukej se asgjë nuk mund të prishte atë. Pas lejes së lindjes, Clara po planifikonte të kthehej në punë, e prisnin projekte të reja arkitekturore. Dhe tani ata duhej të gjenin një dado, por jo çfarë do dadoje, dikë të cilit mundi besonin thesarin e tyre më të çmuar. Dikush që do të kujdeset për Loisin me po aq dashuri sa ne, tha Clara. Pikërisht tundi kokën Henry. Unë nuk dua vetëm të bëj intervista, unë dua të mbaj një konkurs. Le ti provojnë kandidatet veten në veprim. Clara ngriti vetullat e habitur. Një konkurs, kjo është e pazakontë, por mendoj se ke të drejtë. Çifti nuk e dinte se ky vendim do të hapte derën për një histori që do t'u ndryshonte jetën përgjithmonë. Njoftimi i konkursit u shfaq në mediat sociale dhe në gazeta. Familja e Dr. Henry Duval kërkon një dado për djalin e tyre 8 muajsh. Konkurs. Kushtet e shkëlqyera, stabilitet, dashuri për fëmijët është thelbësore. Lajmi u përhap shpejt në të gjithë Parisin. Për shumë gra kjo u bë një mundësi për të filluar një jetë të re. Në anën tjetër të qytetit, në një apartament modest në periferi jetonte Julie Martin, një nën beqare, 28 vjeçare. Ajo bënte gjithçka që mundte për të siguruar jetesën për vajzën e saj 8 vjeçare, Amelia. Ajo punonte si pastruese, ndihmëse në një furrë buke, merrte çdo punë shtesë, por parat ishin gjithmonë të pakta. Kishte mbrëmje kur e vogla Amelia shkonte në shtratë e uritur. Mami, më dhemb stomaku, pëshpëriti ajo. Dhe Julie qante në heshtje duke mbajtur vajzën e saj afër. Dhe pastaj një mëngjes një lajm hyri në jetën e tyre që u ndjej si një mrekulli. Shoqata e saj, Marion, i tregoi asaj njoftimin për konkursin Duval. Shko, Julie. Ata po kërkojnë një dado. Kjo është një shans për të ndryshuar jetën tënde, tha Marion e emocionuar. Julie tundi kokën. Unë nuk kam përvoj, nuk kam qenë kur dado. Por ti je nën, ju përgjigj Marion. Ti porit Amelian vetëm. Kush e di më mirë se ti se çfarë do të thotë të kujdesesh për një fëmijë? Provoje. Julie shikoi ekranin e telefonit të saj. Diçka u trazua në gjoksin e saj. A mund të ishte vërtet ky një shans? Jo vetëm një punë, por stabilitet, siguri, mundësi për t'i dhënë Amelias një të ardhme më të mirë. Në rregull, tha ajo më në fund. Do ta provoj, ndoshta do të ndryshoj gjithçka. Dita e konkursit mbriti. Vila Duval ishte plot me aktivitet. Stafi po përgatiste sallën për kandidatet. Clara fatkeqësisht nuk mund të ishte e pranishme. Ajo kishte një ekzaminim të rëndësishëm mjekësor. Prandaj Henry duhej të kryente fazën e parë vetëm. Mirë se vini, zonja, tha ai, duke përshëndetur çdo grua me ngrohtësi. Sot është një ditë e rëndësishme për të gjithë ne. Ai bëri pyetje, duke dëgjuar me kujdes përgjigjet, duke përpjekur të kapte jo vetëm përvojën, por edhe sinqeritetin, atë butësi shpirtërore që dallon kujdesin e vërtet. Julie, duke qëndruar në radhë, ndjeu se zemra e rihte fort. Ky ishte shansi i saj, dhe ndoshta i fundit. Kur i erdhi radha, Henry e shikoi në sy. Më thuaj, Julie, a ke qenë dado për një kohë të gjatë? Ajo hezitoi, por u përgjigj me ndershmëri. Jo, nuk jam kujdesur për fëmijët e të tjerëve. Unë kam një vajzë, dhe ajo më ka mësuar se çfarë do të thotë dashuria dhe përgjegjësia. Unë thjesht di të jem nën. Henry buzëqeshi, kishte diçka të veçantë në zërin e saj, një pastërti dhe sinqeritet që nuk mund të luhej. Pas intervistës ishte koha për detyrën praktike, ndër veprimi me foshnjën. Çdo kandidate duhej të kalonte disa minuta me Loisin. Disa ja dolën mirë, ndërsa të tjerat u hutuan.
Kur i erdhi radha Gjulis, fosh një qau. Shumë fytyra të reja, por sa po ajo e mori në krah, Lois u qetësua me njerë. Henry vëzhgoi i habitur, kishte diçka në lidhje me të që dukej e njohur. Pa prit mas, shikimi i tij ra në qafën e saj. Më falni, tha ai, a mund të shoh varësen tuaj? Julie hezitoi, por hoqi medaljonin në formë zemre dhe ja dha atij. Henry ngriu. Nuk mund të ishte rastësi. Gruaja e tij Clara mbante të njëjtën varëse, me një emër të gëdhendur në pjesën e pasme. Ku e gjete? Pyeti ai me një zë të tronditur. Unë nuk e di, ka qenë me mua që nga fëmiria. Thonë se kam lindur me të, u përgjigj ajo. Dhe në atë moment dera u hap. Clara u kthye në shtëpi. I dashur, u ktheva në shtëpi, bërtiti ajo ndërsa hyri në dhomë. Por me të parë Julian, ajo ngriu në vend. Shikimi i saj ra në varëse në duart e burrit të saj. Pastaj te gruaja që mbante djalin e tyre. Clara ju afrua ngadalë duke u dridhur nga emocionet. Ajo hoqi varësen e saj, gjysmën tjetër të së njëjtës zemër. Kjo nuk mund të jetë, pëshpariti ajo. Lotët i rridhnin në fytyrë. O Zot! Henry i mori dorën. Julie qëndroi në shok, duke mos kuptuar asgjë. Më falni zonja, tha mjeku, kandidateve të tjera. Konkursi ka mbaruar. Kjo është një çështje familjare. Kur dhoma u zbras, Clara ul pranë Julias. Më thuaj, pyeti ajo me një zë të dridhur. A i njihe prindrit e tu? Jo, u përgjigj Julie. Unë u rita në një jetimore. Më gjetën si foshqen pranë rrugës. Clara mbuloi fytyrën me duar. Atëherë ti je motra ime, tha ajo përmes lotëve. Bota dukej se ndaloi. Lot, përqafime, një pyetje, kujtime, dhimbje, gëzim. Clara tregoi se si vite më parë, kur ajo ishte 8 vjeçë, shtëpia e tyre u sulmua nga hajdutët. Nëna e tyre u përpoq të mbronte vajzat e saja. Clara, duke shpëtuar më të voglen, e çoi jashtë dhe e fshehu në shkure. Por kur u kthye, shtëpia ishte tashmë duke u djegur. Nëna e tyre vdiq, babai i tyre, i cili ishte lart me një udhëtim pune, u kthye në dëshpërim. Dhe ajo më e vogla u zhduk. Ajo më e vogla ishte Julie. Ajo u gjetë nga një grua kalimtare e cila e mori, por shpejt vdiq. Vajza përfundoi në një shtëpi fëmijësh. Julie ndau anën e saj, si u rit brenda mureve të ftohta të jetimorës, si u bë e rritur shumë shpejt, si luftoi për çdo ditë për Amelian. Tani gjithçka kishte kuptim. 2 motra të ndara nga fati kishin gjetur njëra tjetrën përsëri. Kaluan javë, familja Duval mirëpriti Julian dhe Amelian me krah hapur. Babai i Clarës, tani një burr i moshuar, nuk mund t'i mbante lotët kur pa vajzën e tij të humbur. Ishte një mrekulli që ai kishte pritur gjithë jetën. Historia e Clarës dhe Julias është një kujtesë e fuqishme se si dashuria dhe lidhjet e gjakut gjejnë gjithmonë një mënyrë. Një gjerdan i thjesht, gjysmë një zemre, u bë dëshmia e një sekreti të dhimbshëm dhe çelësi për ribashkimin e një familjeje. Tani ju pyesim, a besoni se lidhjet e gjakut janë aq të forta sa që mund të ndihen edhe pas dekadash ngjarjeje? Dhe a mendoni se mënyra e Henryut për të gjetur një dado përmes një konkursi ishte ajo që e solli Julian në shtëpinë e tij? Na tregoni mendimin tuaj në komente.